Ndërkohë bashkangjitet në bisedë avokati Henry Bici, mirë se vjen avokat Knejsi, për të ndalur pak tek rasti tjetër që ndodhi në i Martin Çeços nga Kolaneci i Malishit, duket se janë liruar nga gjykata e apelit 3 personat e dyshuar dhe autorët e dyshuar të vrasjes së tij. Megjithatë, Llazi do të bëjë një përmbledhje edhe një rikujtim për gjithë ata që po na ndjekin, sepse ka qenë një ndër ngjarjet më të mistershme që nga 2022 se çfarë ndodhi në të vërtetë. Pra, dikush me cilin pikërisht Martini komunikonte në rrjetet sociale, diskutonte apo një histori e nisur, një marrëdhënie e nisur, një rrëfim që duket se nuk përputhen në disa element dhe 3 emra që dalin më pas. Por gjykata e apelit sjell një tjetër vendim tashmë për ata, duke i lënë të lirë, pse më pas do ma sqaroj avokati, po Llazi, bëjmë një rikujtim për rastin e tij. Pikërisht, kjo atëherë duhet të them se ngjarja që ka trondisur opinionin publik në atë kohë, në qershor të vitit 2022, Martin Çeço ka humbur kontaktet me familjen, pikërisht me babain e tij në 16 qershor të vitit 2022 për të gjetur më pas në rezervuarin e Kolanecit pas një jete në datën 20 qershor, 4 ditë më pas. Fillimisht është dyshuar për vetvrasje, por duke konstatuar shenjat në trupin e 26 vjeçarit Martin Çeço, policia ka dalë në vendimin se ka qenë një vrasje diku tjetër dhe më pas është hedhur në rezervuar trupi i tij i pajes për të humbur gjurmë dhe të gjitha shenjat e kësaj vrasje. Mbas sa kohësh u gjet atëherë Martini, pra trupi i Martin Çeços? Pas 4 ditësh. Ka humbur kontaktin në 16 qershor dhe është gjetur në rezervuar në datën 20 qershor të vitit 2022. Mund të themi se fillimisht nga hetimet paraprake të policisë kanë shkuar në gjykim 4 persona, Martina Pajollari dhe 3 persona të tjerë nga zona e Lekasit në Korçë, Lavdarit në Korçë, ndërkohë që mund të themi se gjykata e Korçës në vitin 2022 ka caktuar masën e arrestit me burg, masa sigurisë të arrestit të burg, dhe më pas në një vendim gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm të Korçës ka vendosur në total 83 vite burg për 4 autorë. Në vitin 2025 ka ndodhur kjo seancë gjyqësore, për të rikthyer më pas në apel dhe deri ditën e sotme kur apeli i Tiranës ka vendosur që 3 personat lirohen për tejkalimin e afateve të paraburgimit, ndërkohë që vijon të vuaj dënimin vetëm Martina Pajollari. Vijon të dhe një herë kush vijon që të kryej dënimin? Martina Pajollari vijon të vuaj dënimin e zënë pra 3 personat e tjerë bashkëpunëtor ose personat që janë të akuzuar për vrasjen e Martin Çeços tashmë janë të lirë nga gjykata e apelit, ndërkohë që vetmja e burgosur është Martina Pajollari. Martina Pajollari, dakord. Avokat, si e sheh rastin e 3 të dyshuarve për vrasje të cilët lihen të lirë? Çfarë ndodh nga ana ligjore, çfarë ka ndodhur, pra si është justifikuar në gjykatë? Atëherë duhet kemi parasysh ashtu siç edhe u raportua nga ana e gazetarit që kemi bëjmë me një vendim që lidhet me masën e sigurimit personal të këtyre personave, pra ne akoma nuk kemi një vendim përfundimtar të formës prerë në kuptim të ligjit që këta persona ta vuajnë, të fillojnë ta vuajnë dënimin për krimin që ata dyshohen, pra është konstatuar humbja e fuqisë së masës sigurimit për shkak të afateve të paraburgimit. Sa kanë qenë afatet, sa janë afatet? Afate procedurale në rastin konkret ka disa shkallë, pra deri në çuarjen e dosjes në gjykatë për këtë vepër që ata akuzohen janë 12 muaj, pastaj janë 12 muaj tjerë për të marrë një dënim në shkallë të parë dhe pastaj në apel. Kemi rastin kur kjo çështje mund të jetë kthyer për rigjykim, pra pa e paragjykuar rastin në kompleksitetin e vet, por duhet kemi parasysh që gjykata e apelit ka bërë një konstatim të humbjes fuqisë së masës sigurimit, pra është ndryshim mase që lidhet me i ka kaluar në arrest në shtëpi, po kjo nuk do të thotë që është dhënë vendimi përfundimtar për sa i përket fajësisë, pra në një moment të dytë kur të përfundojë gjykimi tërësisht në themel dhe do të ngelet fuqi një dënim me burgim, këta persona do të cilat janë arsyet e afateve që janë disa afate procedurale të parashikuara në ligj, janë fikse, pra nuk mund të kemi shtyrje të tyre me kërkesë nga ana e prokurorisë drejtuar gjykatës për veprime hetimore të caktuara, gjithmonë nëse gjykata e shef të arsyeshëm mund të bëjë shtyrje, por gjithmonë jo deri në një pafundësi. Pra, në rastin konkret, nga gjykata e apelit
Mendoj me të drejtë, sepse është bërë një gjykim mbi bazën e afateve dhe jo mbi bazën e fakteve, pra nuk lidhet me fajsin, me themelin e çështjes. Ka konstatuar që kanë humbur afatet, kanë humbur fuqinë afatet e paraburgimit, kanë mbaruar, personat janë lënë në një masë sigurimi më të butë, siç është ajo arrestit në shtëpi, por gjithmonë në moment që do kemi gjykimin e çështjes në themel dhe do kemi dënimin e tyre përfundimtar, duke bërë llogaritë edhe të pjesës së vuajtur që kanë bërë në paraburgim, ata normalisht nëse kanë burg pa vuajtur do të rikthehen në institucionet e ekzekutimit vendimeve penale. Mirë, përpara se të shkoj dhe çfarë mund të rëndoj të këta 3 persona dhe cilat janë hapat e radhës në aspektin ligjor, sigurisht janë pyetur edhe familjarët dhe për këtë duhet pyes edhe Jonidën më pas. Pra janë pyetur familjarët në lidhje me këto shtyrje afatesh, me këtë vendim gjykatës së apelit, që ti me drejtë the mund të jetë e drejtë juridikisht sepse justifikohet për çështjet procedurës. Dakord, po nga ana e familjarëve kjo mund të jetë në pjesën emocionale dhe psikologjike të tyre, kjo mund të jetë shumë e rëndë sepse e shohin si një drejtësi të munguar. Nuk kemi të bëjmë me një vendim përfundimtar të fajësisë apo pa fajësisë. Patjetër, po jo gjithë e njohin juridikisht, varet se si interpretojnë ata. Do të shkoj pak tek fjala që ka patur babai, sepse ai ka qenë shumë i rënduar dhe madje deklaratat e tij kanë qenë edhe pak të rënda, po do shohim materialin, pra fjalën e babait edhe rikthehemi. S'kam që të them të djali miku më pa një faj fare. Nuk kam të rojnë me u. Are shpje lirin janë ato me birë. Unë së më dhim se tjeta fare me birë. Të djali më shkoj pa një faj fare. Ju vazhdoni të besoni që ata janë autorët e vrasjes? Ata janë me birë. Ata janë, ka thënë, me gojnë e tyre vetë. E ta që t'i lirojnë ata. Djali nuk pa jashtë takim me qupën as beri. Ju besoni në drejtësi apo tashmë? Jo, nuk besoj më që ka liruar. Nuk besoj më që ka liruar. I dëna 25 vjetë. Ja, dhe një katës Tiranës. Tiranë që tha, të pandehur, tha, këtë krimë këni berra dënoj me burë të përjeqëm. Ja, dhe një katë në Tiranës me burë të përjeqëm, va da dyre ndoqja. Këta të shi marrë e liruar fare. Nuk u do të rojnë me. Të vrasë vetën mes gjyqit atje. Mune shka dhe gjyqit do të vrasë vetën. Mirë, ka qenë shumë i fortë reagimi babait edhe i emocionuar patjetër për këtë rast, prandaj po diskutoja dhe po thoja që jo kushdo e kupton se në cilën fazë ligjore është në të vërtetë, pra çfarë si interpretohet, çfarë do të thotë ky vendim që ka marrë gjykata e apelit. Jonida, babai ka patur dhe komente të tjera të cilat kanë qenë më të rënda se sa kaq. Po flet për vetflim, flet për mungesë drejtësie, sa e rëndë është për ta psikologjikisht tani? Absolutisht është shumë e rëndë, shumë e dhimbshme, është krejt e kuptueshme, dhimbja e madhe e një babai, e një prindi për humbjen e fëmijës, për më tepër që mendon edhe sipas tij ka arsye që vrasja ka qenë krejt e padrejtë, krejt e parsyeshme. Çdo baba kështu do ta konsideronte gjën çdo vrasje. Megjithatë nga ana tjetër unë dua të prek një do thosha mentalitet të gjetjes së fajtorëve apo të fajsimit të personave që bëjnë diçka sikurse është në këtë rast sistemi i drejtësisë. Që shpesh herë ne mundohemi të gjykojmë institucionet të tilla pa ditur se si funksionon, sikurse dhe avokati, sepse mendimi i parë kujdo që lexon lajmin është ky që si babai që pse të ndodh kjo gjë, drejtësia nuk po shkon. Por në fakt shpesh herë ne refuzojmë të marrim informacionin e vërtetë se si po shkon procesi, se cilat janë arsyet ligjore që kanë çuar në këtë vendim, edhe unë mendoj që duhet të kujdesemi mos të nxitojmë për dhënë mendim për diçka që në një farë mënyre ne nuk kemi njohuri, ne nuk e dimë se si funksionon, sikurse është pjesa e legjislacionit. Por në këtë rast unë do jepja të drejtën morale prindërore të një prindi. Ne kemi parë edhe që njerëz janë vrarë, është vrarë autori dyshuar për shkak të një vendimi i cili nuk është dhënë, pra flas autori dyshuar nga familjari. Dhimbja është e madhe se
Absolutisht, dhe unë prandaj them, një baba ka absolutisht ka të drejtën absolute, që ne duhet fillojmë edhe ka të drejtën absolute të ketë dhimbje dhe të shpreh dhe të ndihet sikur edhe cili do qoftë vendimi për babaj nuk ka shlyerje të traumës madhe të përjetshme që ai ka për humbjen e të birit. Por nga ana tjetër, unë mendoj që duhet fillojmë të mendojmë që kuptojmë që për disa gjëra duhet kemi njohuri përpara se t'i gjykojmë, sigurisht duke theksuar fort dhimbjen që ka ky baba me të drejtën e dhimbjes së një prindi për humbjen e fëmijës. Në këtë lloj rasti, avokat, pra faktin që pati mori edhe një vëmendje të madhe mediatike dhe do shkoj edhe tek Llazi, pastaj për një element tjetër. Po në këto momente duhet pak që edhe prokuroria ose këto institucionet në pjesën hetimore të vendosin disa prioritete. Apo është pak e vështirë sepse dosjet janë shumëta, rastet janë gjithë komponentët bashkë edhe ne jemi prezent çdo ditë dhe shohim që rastet të rënda ndodhin edhe gjykatat janë të vendosura para një stoku goxha të madh të raste. Për këtë arsye gjykimet penale kanë edhe këto afate, pra në një farë mënyrë ligji detyron organet e drejtësisë që t'i gjykojnë me përparësi gjykimet penale. Në rastin konkret, si që thash, kemi të bëjmë gjykata e apelit ka zhvilluar një gjykim procedurial, pra ka konstatuar vetëm procedurialisht afatet e paraburgimit. Në rast se ekzistojnë këto kushte dhe gjykata nuk do e pranonte, ajo do ishte shkelje. Por janë me arrest shtëpie tani apo? Tani kanë kaluar me arrest shtëpie që është një mas sigurimi më e butë. Arresti shtëpisë normalisht duhet ndiqet nga organet e policisë, duhet mbikëqyrën personat dhe si që thash, në moment që do jepet vendimi përfundimtar dhe do ngelet fuqi një mas dënimi me burgim, këta persona do të rikthehen në burg për ta shlyer atë dënim. Pra, nuk kemi të bëjmë me një shmangje nga përgjegjësia penale e këtyre personave. Duhet ta kuptojmë këtë gjë. Normalisht duhet i vëmë edhe para përgjegjësisë edhe organet e prokurorisë dhe gjykatat për të ecur pak më shpejt në rastin kur ngjarjet kanë dhe të tilla sensibilitete që lidhen me familjarët e tjerë. Mirë, Llazi, me që jemi tek ky rast përpara se të më largohesh se di që duhet ta mbyllim edhe lidhjen bashk. Në rastin e Martin Çeços, ka fakte serioze që janë paraqitur ndoshta fakte serioze të cilat do të rëndojnë që këta tre të dyshuar janë edhe personat që e kanë vrarë Martin Çeçon? Në fakt, në momentin kur gjykata e Korçës dha dënimin me 83 vite për të 4 autorët e dyshuar, duket se faktet kanë qenë bindëse, e qartë, po. Publika që bindëse, ndërkohë që ka pasur një ndryshim, pasi pala e akuzuar, autorët e dyshuar e kanë çuar çështjen nga apel në Tiranë dhe apeli i Tiranës ka vendosur në vitin 2025, në qershor të vitit 2025, që çështja të rikthehet edhe një herë për rigjykim në gjykatën e Korçës me një trup tjetër gjyqtare. Pse? Kështu ka qenë edhe pjesa sepse duhet të rigjykohet edhe një herë për shkak të hetimeve që vazhdonin dhe fakteve të reja që mund të kenë dalë. Dhe pikërisht në rigjykim, gjykata e Korçës vendosi kalimin e masës së sigurisë arrest me burg në arrest shtëpie, pasi konstatoi më pas gjykata e apelit Tiranës, më pak, vendosi ndryshimin e masës nga arrest me burg në masë e sigurisë, nga arrest me burg në arrest shtëpie, pasi konstatoi te i kalimin e afateve. Sa kjo ka qenë gjithë dinamika e plotë e ngjarjes. Mirë, Llazi, të falenderoj shumë për raportimin ditën e sotme edhe për sqarimin fakt për rastin e Martin Çeços. Dua që të falenderoj gjithashtu edhe avokatin, avokat faleminderit, Jonida faleminderit shumë, po e fundit avokat, vitet për këtë rast, për rastin e këtyre, çfarë do të rëndoj tashmë tek këta tre dyshuar? Normalisht ata kanë një akuzë që lidhet me vrasjen, është një nga verbrat më të rënda që parashikon kodi penal, dënimet që janë dhënë shkallë të partimarit, mirëqenia kanë qenë 25 vite, 24 vite, pra në margje dënimit larta. Personat në fjalë, kur të mbaroj gjykimin, themen nëse do ngelet e njëjta akuzë para gjykuar vendimin përfundimtar, do vazhdojnë ta vuajnë dënimin, domethënë nëse janë këto fakte, nëse ka rrethana të tjera dhe rëndohet pozita e tyre procedurale, mund të kemi edhe një akuzë më të rëndë
pa i hyrë çështjes në themel, por fakti penal nuk ndryshon, pavarësisht gjithë këtyre komponentëve tjerë.